Europa po përballet sërish me pasiguritë e furnizimit energjetik, më shumë se 3 vite pas fillimit të luftës në Ukrainë. Gjatë krizës energjetike të viteve 2022-2023, SBA ofroi një zgjidhje të përkohshme përmes gazit natyror të lëngshëm, por zhvillimet e fundit politike e kanë bërë këtë mbështetje më pak të sigurt. Rritja e tensioneve në marrëdhëniet transatlantike, sidomos me kthimin në skenën politike të ish presidentit Donald Trump, ka shtuar pasigurinë për të ardhmen. Në këtë klim të paqartë, drejtuesit e disa prej kompanive më të mëdha energjetike në Bashkimin Evropian nuk përjashtojnë më mundësinë e rikthimit të pjeshëm të gazit rus në treg. Përfaqësues të lartë nga Engie dhe Total Energy, 2 gjigantët francezë në këtë fushë, kanë deklaruar publikisht se importimi i një sasie të kufizuar të gazit nga Rusia mund të jetë një zgjidhje realiste, nëse sigurohet një paqe e qëndrueshme në Ukrainë. Ndërkohë, përpjekjet për të forcuar marrëveshjet me shtete të tjera si Katari nuk kanë dhënë rezultatet e pritshme dhe energjia e rinovueshme nuk po zhvillohet me ritmin e nevojshëm për të kompensuar mungesën. Në këtë situatë, Europa po detyrohet të rishqyrtojë pozicionin e saj strategjik për energjinë, për të garantuar stabilitet dhe siguri për qytetarët dhe ekonominë.